Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Gjërat e tyre. Sepse ai fshatari, ai bujku, ai blegtori që prodhojnë gjërat e tyre normal që i ndërlidhin edhe me turizmin. Ti shet në dhërmia, ku do të Po shohim? sepse diku do konsumohet ajo. Kështu që në këtë konsumin e brendshëm apo konsumin sezonal, ja ku dalim të turizmi. E aty pastaj kemi ata që dalin me arka shkretët që mundohen që të shesin. Jam kurios si u duket juve kjo pjesë e turizmit, se kemi një 3-4 vite që po mundohemi ta kapim si gjë. Po le ta fillon nga eksperjenca personale që mi ka pasur këtë verë. Po, çfarë Jo, eksperiencë? se ju në fakt tek ju është rritur pak mirëqenia dhe ju e keni invituar. Jo, më shnej, Që jo. bërim këtë vit. Kurse unë me që kam një kasolle aty vetë e kthem, në fjalë dhe e preferojnë. Po. Po faktikisht kjo koka erë që thua ti ekziston sepse pas Covidit kur morëm atë hype-in që Shqipëria u publicizua në shumë në për revista, në për portale, këto. Është si hype, është pak si hype më duket mua, është pak Mori një vrull, mori një vrull të e jashtëzakonshëm. sforcuar si shumë. Po e mori një vrull të jashtëzakonshëm edhe kjo në bazë të eksperiencës time, po del që ishte diçka me fjalë që dhe i bëri dëm, është si ke dëmshme. Sepse shumë nga këta të fjalë të turizmit, nga këta kush e ka në dorë, nga këta që jo hoteleri, jo shezlloneri dhe kështu me radhë, u eksituan pak, kupton, edhe u pëlqeu ajo ju shë goja lëng, jo turizëm, jo turizm mase, jo Jargat në përgoj. jo 10 milion, jo 14 milion, kupton ti, edhe u eksituan. Po, e vërteta ndodh që Si është e vërteta, këtë duam të dimë, e vërteta ndodh që ne vazhdojmë të jemi mediokër dhe ofrojmë akoma një shërbim mediokër, duke mos qenë të qartë me fjalë tamam në një strukturë me fjalë se çfarë ne kërkojmë dhe ku duhet të dalim, të arrijmë. Kjo është, në fakt ne nuk kemi turizëm të mirëfillt, nuk e dim tamam ç'do të thotë turizmi, ç'do të thotë që të kesh një strukturë për turizmin, të kesh një shërbim për turizmin, edhe kështu me radhë. Sepse po ndryshon nga viti në vit ndryshon. Erdhi pas koronës u bë ata e madhe hype-i, erdhën u dëndën që të gjithë, ishte akoma okay, çmimet ishin akoma jo të egzageruara. Edhe ajo, se thua, ajo shije këtyre që ofrojnë turizmin u pëlqeu. Edhe tani kjo solli një rritje graduale jo të çmimeve, jo një mos rregullsi apo një gjë, jo një kriter tamam që ndjek një treg i caktuar, erdhi një solli këto çmimet marramëndse që ne shikojmë. Edhe për fat keq çmimet mua më duken akoma shumë të larta. Po ku ishin, na bëj çik më specifik. Shumë të larta, jo. E vërteta është që tani Sa ka vaj sufllaqe? unë nuk kam fare sufllaqe. Shikoj, jo, nuk është vetëm aty, nuk është vetëm tek sufllaqe, apo sepse në fundit restoranti po e sufllaqes e vendos ta shes sufllaqen sa të ndoj ai, do? Patjetër. Por është e gjithë fjalë shërbimi që rrin përreth, do thënë, nëse ti Ka pjesë shërbimit po thua, është vetëm çmimi. po nëse ti çon një price tag, çon një çmim, një diçkaje, ti ajo diçkaja që të vlej atë lek, Po. do të ketë një sër gjëra që Po pra, shërbimi nuk çmimi nuk justifikon. Nuk e justifikon, po pse nuk e justifikon? Nuk e justifikon që te rrugët që ne kemi. Po. Nuk e justifikon që tek transporti publik që ne kemi, që nuk e kemi, jo kemi, se s'kemi transport publik. Te siguria, tek infrastruktura, dhe kështu me radhë. Tani ti të vesh të bësh një ditë plazh në Dhërmi që mbahet nga zonat më të preferuara në Drimadhe për shembull, që isha unë personalisht, ti do përveç rrugës, do minimumi 5.000 lekë parkim. Po. Minimumi 20.000 lekë shezllon. Më thënë ti vetëm akoma pa vajtër pa bërë plazh, të harxove 30.000 lekë. Me naftë, me gjitha me shumë. Po tani ti do të konsumosh një diçka, do hash, do bësh, do pish në diçka, kështu që i bie që një ditë plazhi në jug ty të vetëm mesatarisht 100.000 lekë, apo 100 euro, apo 70 euro. Për person. Normale, po themi vetëm të
marrësh frym, të hash një vakt mediocre e të pish një Ose për 2 vet, Se më shumë- ose 100.000 lekë për 2 veta, se ta zëm se makina Nuk vete, valla vetë marrësh bukë me vete Tani- tek 100 me 2 vete. Okej, po makina nuk do jeni 2 veta minimumi, nuk është se do vesh tek pull, kupton? Po Shikoj, që jo dakord me këtë pjesë, se thuhet çmimi, po çmimi mund të jetë edhe më shumë se aq, po puna është a justifikohet ky çmim. po pikërisht pra, Se unë kjo është. Më shumë nuk kam qenë këtë vit, po vjet kam qenë në Drimadhe, se edhe ndërmi dhe kam parë që te infrastruktura, përveç tunelit që është bërë në tuneli që vjen nga Vlora, që shpang Lugaran. Jo Në la Drimadhezi- jo gali. Ore, në Drimadhes kur shkon, nuk e di si është, por nuk besoj që ka ndryshuar, domethënë, rruga nuk ka përfunduar. Do të thënë një cop rrugë. Asfalti me gropa. Trotuar nuk ka. Ndriçimi nuk është si duhet. Dhe unë tani po e gjykoj vërtet në mënyrë kështu teknike, po them po që nuk është në një gjë e vështirë, e kupton? Okej, parkimi me lek do jetë sepse privati në rregull. Po nuk ishte rruga. Rruga ishte me gropa, rruga ishte deri diku, mbaronte rruga, pap asfalti aty me vizë dhe ishte rrugë e keqe. Do tani mendo Drimadhezi që është më i shtrenjti në Shqipëri. Mendo tani si që mund të jetë, mbahet që një nga perllat e jugut edhe sepse shumë njerëz mund të thonë edhe drejtore, mos shkon ndërmi. Mos shkon ndërmi, shkon në Spillë, ku diun, shkon e drejta është, por puna është që ti tani ne jo, marrim. po pra, më thënë ne po e gjykojmë, më thënë vjeni huaj dhe shkon në thotë Pritshmërit. çka keni plazhin më të mirë thotë i huaj. janë pritshmërit. Edhe ne i themi Dërmiu, e shkon Dërmi ai. Edhe ato që thash shumë, rruga e ka përfunduar. Po. Me pluhur. Po. Shërbimi jo si duhet, kosha plerash nuk ka. Domethënë nuk është infrastruktura kryesore, po flasim këtë njerëz që është nga lart, nga sipër, nga rregullatori, sepse ata që janë poshtë është gjë tjetër. Ata që janë poshtë pastaj është problemi këtu. Domethënë para një rregullatori nuk ka bër kushtet si duhet. Domethënë mungojnë të që thash që janë nga lart, po dhe nga poshtë mungojnë. Sistemi kanalizimeve, sistemi urave të zeza. Kam fol me një inxhinier gjerman që kishte punuar shumë vite në Gjermani, në Shqipëri. Po kishte punuar në Shqipëri, kishte punuar shumë vite dhe njihte këtë problematik. Dhe më thoshte si ka mundësi thoshte që është shumë fissuar. E di çfarë pas ke marrë, do të ndërpresi. Është e përshkruar ajote. Në periudhën time studentare. Është ajo, pse këtë pije. Për këtë pjesë ishte go to, ishte cost and effective. Do ka marrë vetëm 1 ose 2, nuk ka marrë shumë. S'ka problem, nuk ka problem. Vazhdoj. Po Gjondi Bushit? Se ishte muhabeti këtu. Po flisnin për Ky Gjermani që kishte punuar. po ishte një gjerman që takova unë që kishte punuar shumë vite në Shqipëri. Edhe ky më thotë si ka mund, okay, thoshte shumë mirë, më vjen shumë mirë që Shqipëria është ngritur, tha që ka turizëm e tjerë, por si ka mundësi ta kur baza tha, domethënë sistemi urave të zeza, kanalizimeve, domethënë çdo gjë që është poshtë nuk duket me sy të lirë, mungon, nuk është bërë as në Dërmi as në kështu. Urat e zeza akoma deri në det, në ca tuba që nuk dihen akoma ku janë. Domethënë, për fat keq, domethënë shkoni huaj aty. Mund t'i mungoj dhe ujë dhe drita ata nuk e di, ose mund të shikon rrugën që nuk është si duhet. Ama çmimin e paguan si në Spanjë. e paguan si për çat shkojnë ose për çat. Spanjë, çfarë Spanjë? Po them se ka të në Barcelona nuk kam paguar asnjë lek, nuk ishte asnjë sez. pasi Të shkon me lek. doje ti, ore doja unë valla, erdha unë nga Anglia. Po. Do ikin në Barcelona, do tregoj që kam lek këto, parkoja më gën, do e parkoj Po. dysh. S'kishte Domethënë ti po thua Dërmi është më shtrenjtë se Barcelona. Po patjetër më. Po. Në rregull, ja 100%, po. Urdhro. Tani Tani të gjithë vjen bregdetarët e Barcelonës ku është plazh publik, Po. nuk ka një vend që është me shezllona me lek. Nuk ka, është e pamund. po në Dërmi se nuk kam qenë këtë vit, më vërtet që 50000 lekë çadrat. Po më ka, shiko, në 1000 dhe në Samil ka dhe nga 100, dhe nga 200, dhe nga 300. Jo, mis, po flasim për ato Shumë. ekskluzive ku shkon në Fevziu me shok. Okej. Flasim për njerëzit për Atë- ne vdekatar atë të atë vdekshëm. janë disa gjëra për të thënë, po. Vetëm për ta plotësuar, vjet që isha unë ishte 25. Rreshi dytë. Po më edhe Këtë unë vit shumë këtë vit kanë rënë çik, se s'kishte shumë. vjetën e mbaj mend, domethënë ka pas me 20-30, aq ishim, 20-30 lekë. Po pra, po, shiko, mesatarja në fakt edhe këtë vit aty te 20-30 është. Prap shumë është. Është shumë sepse flasim neve në fjalë që kemi një rrogë perëndimore, mund ta përballojmë 20-30, po prap shumë është. Prapë shumë sepse ti një punëtor në ditë nuk i paguan ai që ka shezllonin që pretendon të marrë 20, 30 apo 40.000 lekë, apo 50.000 lekë, apo 80.000 lekë, se dhe unë kur pyeta në Drimadhe, harrinin deri në 80.000 lekë shezllonat.
Po çfarë më ofron ti mua për 80.000 lekë një sezon? Po zemra ime më mendoj se po bëjmë në një kurs. Vjen kamariri dhe duhet të ndërpres këtu pak. Po ka, shiko, kurt ka, megjithatë po të them që gjithekush ka të drejtë i bërë çmimet si të dojë. Si të dojë. Por aty ti ke, se thua, duhet të kesh një mesatare që pasqyron vendin ku ti je. Që pasqyron se nuk është i tërdërmiu e tërë jugu tani vetëm folje marine dhe palase dhe ku ta di unë. Po ato janë ekskluzive si vende. Po prandaj po të them, apo Ksamile. Nes të kësaj. Ralo, më fal pa zemra. Pse u pagojnë për to? Ne nuk po paguajmë. Ne po gjykojmë si është turizmi në Shqipëri. Jo, ideja që Domethënë si është pse po paguajmë ose ne ato nuk që paguajmë, ne nuk paguajmë. Prandaj kanë qenë poshtë vit. Në rregull, pse duhet të paguaj njeriu? Ai që do të vej atje pse duhet të paguaj valla? Kush është ky që ka zëmbrengur në ditë? Se nuk këtë unë nuk ka harruar Po këtë vit, shiko, këtë vit ndryshoi sepse krahasim me vjet, këtë vit ka ndryshuar pak. Sepse vjet ishte bërë bordell Po komplet. patjetër, s'kishte asnjë vend. Vjet Tani është diku te 10-15%. Po. Ishte uzurpim total, ishte një turp i jashtëzakonshëm, me turp që të vinë, që të gjithë, po aty është një sistem i kalbur i tëri. Sepse janë të gjithë fajtor. Pikërisht, nga individi. Që të gjithë pra, që të gjithë janë fajtor. Edhe çfarë bëri i madhi, piktori jon i famshëm? Se ta piktorët zakonisht janë historinë piktorat e shkruajnë, thonë. Po këtë shiqur që e pranuan në shkollare, nuk të di. Edhe këtë vit u kishin hequr me servis këto licencët apo çfarë ishin këto koncesionet i kishin zbudur si kishin ndopsuar sepse u bë keq valla. Edhe këtë vit më duket se ishte që kush ka hoteleri, kush ka një hotel, ka të drejtën e të paturit shezllona në det apo një pjesë të plazhit për shfrytëzim për shezllona. Që si të me vete, po është kompromisi, unë jam i gatshëm ta bëj. Okej, kjo solli një ndryshim. Po anamesa këtij ndryshimit ka sjellë edhe se ka vënë në dukje edhe disa babëzira të tjera. Si për shembull. Tani ata që kanë patur koncesione apo ata që kanë patur plazhe që i kanë uzurpuar dhe i kanë shfrytzuar për vite të tëra, këtë vit janë e gërsuar jashtë mase sepse u ka ikur ajo e drejta e plazhit. E nuk kanë më. Po ata lekët janë mësuar me lekë, kupton ti, dhe kush e do lekun në atë mënyrë, nuk shikon në fytyrë as në nënën as babën e vet, kupton? Patjetër. Edhe këtu është shembulli i radhës që unë isha në Vlorë, te një nga plazhet e mia të fëmijërisë të Vlorës, ku unë ka vajtur për herë gjatë gjithë jetës time. Edhe thjesht ishte një ditë që unë kisha për të marrë me disa punë dhe u fiksova që dua të bëj një orë plazh në mëngjes. Edhe mora makinën dhe vajta te ky plazhi që është Kalaja në Vlorë. Edhe Kalaja ka qenë thoshë e uzurpuar apo shfrytzuar nga një gango i asaj zone apo nga një zotëri gërnjar që e zaptoi dhe shfrytëzoi për shumë vite. Po shiko ku qëndron me fjalë ultësia e këtyre individëve, se ka shumë atje, ka jashtëmase shumë. Që këta individ që edhe pse e bëjnë me lek, prapë mbeten të ulur, mbeten të kalbur, nuk i bën më të mirë leku ata njerëz. Sa ato të pasur të bëjnë. Mbeten vërtet janë mizor. Edhe ideja ime ishte që do futem në det, do ulem të pi një birë me fjalë për mos të stonuar, mos të dukur keq, edhe do i pi një birë dhe do iki. Por gjëja e parë që bëri ky tipi kur unë futa aty, më thot, "Ke marrë bilet parkimi tha?" Thash, "Beta unë pa përgatitur se dia bilet parkimi." Thash unë, "Çfarë bilet parkimi?" Thash unë, "Ku ta gjej?" Ta japon tha direkta. Merret aty, i tha atij djalit që punon. "Merret, jepi biletën e parkimit aty tha." Thash unë, "Një sekond më vllai," thash unë, "Se kam parkuar makinën akoma, një sekond, çfarë po ndodh?" Është bërë me bilet parkimi tani tha. Thash unë, "Zotri, një sekond më vllai, a do vesh në plazh më tha mua?" Por e një sekond i thash. Do pi një birë do iki. I thash, "Unë kam qef të lahem në plazh," po thash unë se unë kam marrë që fëmijë këtu që lahesha në plazh. Dhe unë nuk e di thash ku e keti hallin sepse unë kam marrë për herë këtu. Ishte vlonjat kjo për çfarë ishte? Po ky se njo tamam se s'dua të dalë edhe një orë me të, se edhe mund të dalë një orë me të se. Po që nuk edhe kështu ky më kanë në mënyrë kaq agresive dhe kaq të babëzitur, saqë mezi priste të marrësiste mua atë biletën e parkimit. E thash, "Po një sekondë valla, se unë si po kuptoj tash nga po të vjen ty gjithë kjo agresiviteti thash. Qetëson se çik më buti thash, të kuptojemi." Edhe por nuk donte të dinte
Thash o vllai, thashun, po, i thashun, unë do vetë të lajem aty, thashun, ku jam larg gjithmonë, kam që fëmijë, thashun, që vjen lasha këtu, do lajem prapë, thash. Edhe meqense ti e shoh, thash, që kemi me kaq merak që të marrësh atë biletën muaj, thash, unë pasi të lahem, do ulem këtu te ty, thash, do pi një birrë dhe do iki, apo një kafe. 2000 lek, 3000 lek, sa do veja ajo. Ore, parkime s'ka. Disketi thash zotri, thash. Jemi në rregull bar, thash, mos ki merak, thash, mos ote djalit vogël, mos merr as ti bilet tashun se unë e gjej vetë rrugën. Mbes me shëndeti thash edhe miru pafshim. Mirë marr makinën dhe ika ulava diku tjetër. Po për të një mëndëri dhe një babëzi. Do shkosh mos, do shkosh pa pesa. Kjo është Largoni ta se kuptojnë na ekrani, po ta njerëz për të qenë modrë më pjedhësh, e kupton, nuk ka se ide. Po pa se kuptojnë që ai do shkojë më. Po nuk është. Jo, po sepse ai nuk do ta kishte aksesin. Një individ i tillë që nuk e kupton këto gjën që po ky po mundohet i thuaj, do të thonë nuk do ta ketë fare aksesin për të bërë diçka. Absolutisht, këtë që doja të thoja sepse shiko, këta individ që e kanë zënë që në Nëse ky është vetëm ky në Shqipëri do të ky. Ka shumë atje, ka shumë se po ti marr me radhun aty në Vlorë sa ka aty që dhe kanë vetëm Vlorë ka lart ngoleme spidher, vetë njëri jo më në Vlorë, se shiko, do zgjasi pak se ka shumë gjëra për të diskutuar. Po unë këtë që thotë Ralo kam edhe zakonisht shumë personale, pse i më dhe i mak, më nuk kanë bërë një ditë pushimi të rjetën sa kemi qenë atje, sot e kësaj dite tek ku i bëhet mbar për të vajtur në një 2 ditë, në një 3 ditë, apo në një javë, domethënë në vit edhe vjen pastaj me ditë kështu. Po vlla, nuk është normale. Nuk është puna tek leku, te 3000 lekë pa. Jo, është. Jo, është filozofia, është mendëria. Kjo që të shkatron nervat, kupton? Këtë drejti sepse ti ke të sjellja, po pikërisht. Po ti je bias, se ti thua nga që kam plazhin e familjes, domethënë thoi ti që nuk ka rëndësi për mua. Kjo unë do isha dakord edhe të paguaja këtë, vetëm mos ishte ashtu. Kjo bën shumë sens, është shumë logjike, domethënë dhe unë e kuptoj. Por leku prap nuk bën sens, sepse asnjëri nga këta persona domethënë nuk ka në asnjë lloj të drejtë domethënë të uzurpojë hapësirë publike një. Shteti është domethënë bashkëpunëtor numri 1 normalisht do të zgjidhet prapë dhe ai ka munduar këto lloj gjëra, po ideja është që është ky brezi se ne na shkalojmë për gjitha fajet edhe mëkatet që kanë si brez, për gjëra që s'kan bërë domethënë. Një gjë që nuk e ka faja valla tani është një person, okay, mira ata që janë nga Vlora, po një person që është nga Beratja, apo nga Korça, apo nga ku digjon nga një kumjaçk që nuk ka as lum, jo më viktime sa sjellja. Që ka punuar tani si tër jetën e vet, domethënë të vej në plazh, në Zvërnec, e kupton që s'është të çfarë është Zvërneci, domethënë aty hajt më. Por në Zvërnec paguaj se ishin akoma të sjellshëm, ishte 10000 lekë domethënë për Zvërnec, po është kriminale më. Ore, po çfarë po bëhet o? E kupton, po nuk është normale jo sepse deri vjet edhe unë të mëncish, se unë 10 vjet isha, domethënë edhe eksperiencë shumë të këqija kam përgjithsisht nga shërbimi etj, po ajo që më shqetëson mua më shumë është fakti që kur isha që takova Neriosin që e përshëndesim, ikën në Barcelonë, ishim 4 ditë. O vlla nuk ishte një, po deti kemi ne det në jugu, ai, po deti aty ishte kështu futej dhe shikoj këmbë akoma. Në çdo pjesë të detit ku vije, më perfeksion valla. Plazhi ishte aty, atje ku ishte pas guri, autopolanti, kujdesuni nga dielli etj, nuk kishte asnjë shezllonga, të gjithë vinin çalloj moshe ndryshme, ikë të gjithë me çadra me veten. Nuk dila dhe vllai, jo se je nga Laçi, jo po se je nga Berati, jo po se ke qenë në Angli, jo po se ke qenë në Ladha ke mbjellur linj edhe do lësh gjysmën e rrogës me jo, s'kishte atje vllai. Do të bësh sport, ik pi me 1 gradacel atje, pije koktelin atje nëse poshtë, e kupton një rregull. Ty tregon valla, që sa ai që do të treguar. Po ti heqësh mundsinë. Shikoj, do të thonë nga ana filozofike valla. Tani prindërit tanë nuk kanë pasur mundsinë të shikojnë asnjë gjë në ato kohë. Domethënë se ka qenë të izoluar edhe thoshte të tregonte ai se ku do vije. Këtyre personave ti heqësh mundsinë në mënyrë pasive që është ekonomike, duke vënë një çmim domethënë të shikojnë njëri jetën e tyre kësa milin për shkakun është kriminale valla. Se nga kjo do të fillojë çdo gjë. Fakti domethënë që nuk e ka njëri mundësi që të marrë një çadër me vetë një termos atë marrë valla, ku dëgjon pilaf me pulë valla, si ajo memja, apo shalçi, apo 2 bira me veten termos, e këpërçysh të ulit në kësa mil. Në momentin që ky person nuk e ka këtë lloj mundësie, kjo është kriminale. Se ka pasur shumë koksianë që kanë ndërtuar në Sarand. Ato video që më dërgove ti, do të thonë sa shumë bësh, një dërgojnë ndërtoni gjithmonë vende të ndryshme, që mos të lidheshin shumë me njëri tjetrin. Se ai sistem shkërllat ka qenë, kupton?
njerëz ka pasur më kam mbajur nga shokët e babit, më kam qenë në Vlorë për ushtrie, kupton? S'ka vajtur ai vllai në 30 e kusur vite demokraci, nuk ka vajtur në Vlorë se nuk ka mban xhepi. Ja kupton tash që kjo është kriminale më valla, sepse nga kjo do të filloj çdo lloj gjëje. Tani, a ke shërbim ti? E zëm Leoni, biznesmen. Po valla ka super ide valla, do kështu, po. Do shëzllon ti? Në rregull, do shëzllon. Sa do të bësh? 10.000 lekë. Shumë është 10.000 lekë. Okej, 30%. A do të përdorësh hapësirë publike valla? Po të drejt pas detyrim pastrimi, do të përkujdesesh për të gjithë këto gjëra, do të drejt në shtet sepse ti po merr të drejtën ekskluzive të dikujt tjetër që do të vinë tani nga Poliçani apo nga Srapari, po ja merr atë pjesën e tij, po e bën diçka që në të vërtetë në cilëtet edhe mund të jetë më mirë. Po marrim rastin më të mirë që është një cilëtet i lartë. E ke parasysh që çdo gjë është në rregull, është e pastër, është e mirë, i punëtor ti të sjellshëm etj. Po, në rregull, po prap ti je duke u futur në pjesën e dikujt që paguan taksat. Duhet të ketë një common sense, valla. Është një gjë si në pensionet, valla. Është një kontratë sociale që në qoftë se nuk është e drejtë për të gjitha palët, nuk funksionon. Duhet të jetë gjithmonë e drejtë. Duhet të jetë gjithmonë e pranueshme nga të gjithë. Dhe duhet të ketë si qëllim të mirën e shumicës, jo të mirën e pakicës. Sepse aty favorizohen njerëz saktuar, pakicë, shok, miq, po absolutisht. Të lidhur biznesmen Vazhdon që kanë lidhje me rregullatorin, po them, me ata që janë lart. Kjo është ignorancë më Për të favorizuar njëri tjetrin. Domethënë ne jemi akoma, domethënë funksionojmë me ato të mentalitetit të provincës. Ata pak njerëz që kanë pushtetin, një grup njerëzish që njohin njëri tjetrin etj. Me favore etj. Për t'i ndarë ato fitimet. Kjo është problemi. Po ideja është se nuk kemi larg pamërsi o vllai. Nuk është në kokë e mira e shumicës. Po t'ishte kjo në kokë do ishin zgjidhur shumë gjëra. Të marrë një rast laboratorik së bashku. Unë jam nisur për pushime me ju dy, secili nga ne ka 500 euro me vetë. Po. E ke bërë bella, 500 euro. E kupton? Do i derdh me ato lekë, por do i ikën. Po ha. Në dërmi 2 ditë kënaqesh me ato. Po, maksimumi. 2 ditë Maksimumi në Tashi, shiko çfarë është ideja valla. Ideja është që njerëzit që shkojnë për pushime valla, duan të pushojnë, duan të kenë çdo gjë stres free. Kur ti i bën këto gjëra ti ja ndërlikon pushimin, nuk është më pushim, është pun. Ata që po bëjnë, po mundohen të merren me gjitha këto gjëra. Një. Konsum energji është stres. E dyta është që në lartëpamërsi dhe kapitalisti më i egër të ishe, nuk funksionon kjo pjesa e shezlloneve valla, e uzurpimit, sepse ti do sa më shumë Greqia ka një jetë valla. Sa kemi në shtet ka turizëm, sot eksa ditë nuk paguan shezllon valla, merr një kafe të qelbur, një frape për 3 euro i gjysmë, e ta jep ai shezllonin tër ditën me 3 euro i gjysmë po desh. Sepse ka një jetë, sepse i di rregullat e turizmit. E di që duhet respektuar turisti, duhet respektuar rregullat siç duhet. E ka marrë ai nga babai, nga gjyshi që e ka filluar turizmin që në vitet 60-70. Po këtë duhet të implementojmë. Se ne akoma jemi buzëqumësh në këtë pjesë, nuk e dim çfarë është turisti. Jemi akoma merr sa të mundesh, miele ato turistin sa të mundesh. Merr edhe lekun e fundit, punë e madhe se erdhi më vitin tjetër ai. Po kjo akoma këtu jemi ne. Po kjo mentaliteti i uris, jo, po ta ham tani sa më shumë se nuk e di çfarë sjell viti tjetër, po më mirë. Tu jemi, po ku do vemi është ideja. Është problemi ku do vemi. Ku jemi, kjo është ideja që ku po vemi valla, se në mënyrë të një tregu të hapur kapitalist, domethënë në momentin që ti këtyre personave ja heq 100.000 lekë direkt nga këto 500 që kanë vetëm me shezllona, po do kenë më pak lekë për të hedhur. Po pra. Atë. Kështu që në një periudhë afatgjatë, kjo është kontraproduktive, sepse ti do jo vetëm që të vinë ata, që të kenë sa më pak stres, por të vinë sa më shpesh. Bile që të kenë sa më shumë, që të blenë edhe një akullore më shumë, që të pinë edhe një birë më shumë se sa që do pinin 5, do pinë 7 tash, se kanë më shumë lekë që kanë ngelur valla. Tani, ti këto lekët njësoj do ja marrësh aty. Pse valla nuk ja lë t'ja marrësh lekët aty, domethënë në një mënyrë më të mirë që edhe ai të ketë diçka nga ato lekë. Që të jetë win-win valla. Se kjo është e gjitha valla, nuk kam asnjë unë jam i djathtë për sa i përket ekonomikisë, e dashuroj tregun e hapur, mendoj që do të jetë sa më pak i rregulluar. Po kjo nuk ka lidhje me tregun e hapur, se kjo është territor publik. E kupton, domethënë, kjo gjëja që ndodh është kriminale, nuk është se është kjo që ka filani tokën e vetë, po ti po i vetë të dhoma i gjumit edhe po bën plazh aty, e kupton? Kjo është diçka që është publike. Kjo nuk është normale. E kupton? Edhe këto që në qoftë se unë mendoj vërtet që në qoftë se nuk ka një
bashkëmendësi, ku të biem dakord të gjithë, domethënë në mënyrë të thellë për të përbrendshme që kjo gjë është gabim, nuk kam vënë ndryshuar ndonjëherë tjetër. Sepse duhet shumë Ne mund të bjem dakord që është gabim, po ç'a do zgjidhim? Shiko, Sepse ne po themi të njëjtën gjë, nuk është se jemi kundra në këtë temë. Jemi të tre kuptojmë që ku është problemi, ç'a duhet bërë ndryshe etj. Por mendoj që jemi në pikën që duhet të reflektojmë pak. Domethënë, këto gjëra që po themi ne duhet t'i kuptojnë dhe njerëzit vetë që janë pjesë e kësaj gjëje. Edhe ai që ai tipi që shpjegoi Raldo që kërkoi parkimin, lekët e parkingut, aty do të shkojnë njerëz më. Ai do e kuptoj, vetëm poshtë budalla. Do e kuptoj që s'mund vinë njerëz. Se kam parkimin me lekë, okay, por klientës do e bëjmë më. Domethënë, po është me cikle, domethënë do ketë cikle tani që do jemi prapë në ulje siç jemi këtë vit. Do vazhdoj kjo ulje. Nëse do e kuptoj njerëzit, pritni çfarë po bëjmë, se ne tani nuk po marrim turistin elitar, po marrim njerëzit që akoma ata që erdhën në Shqipëri, dhe italianët edhe ku diun, dhe ata që po vazhdojnë po vinë, janë ata që nuk kanë mundësi ekonomike, nuk janë ata me lekë, janë ata që vinë dhe kursejnë prapë, edhe në Shqipëri blejnë gjë në lirë etj, dakord? Por ç'a ndodhi? Duke qenë se u mori kokaer, prandaj thashun atë shpenë u mori kokaer, se pan që u rritën turistat, që u rritën, thanë, erdhën turistat, kanë lekë ta, rrisim çmimet, dyfishim, po duke dyfishuar çmimet, përveç se turistat nuk u rritën sepse nuk ishin ata me lekë, ishin ata pa lekë, ti humbe dhe turistin vendas, Po, pikërisht. humbe dhe turistin e shqiptarëve të Kosovës, shqiptarëve të Maqedonisë, që dhe ata u paksuan sepse ata pan prit njerë për këto çmime, unë shkoj në Greqi, shkoj në Spanjë, se ata vinin në Shqipëri për këtë punë, se është veç se okay, patriotizmi etj, është më lirë. Po, turizmi patriotik dhe një Edhe- farë, do edhe- jetojnë. Edhe rritje e çmimit, një sekondë, bëra sa ta marrë. po, fish. Do rritje e çmimit është e pa justifikuar me rritjen e cilësisë, nuk është se u rrit cilësia në përbesim drejt me rritjen e çmimit. Cilësia ka rënë 2 vite. Po themi si u ka rënë, si u ka ngel njësoj, domethënë në njëta cilësi, por përçimi është dyfishuar. Domethënë nuk e justifikon, prandaj ka ulje. Kjo është domethënë. E gjitha gjëja, shiko, unë nuk mendoj që ne jemi në rastin që ka cikle. Nuk kemi aty ne, nuk kemi Kroacia. Kroacia Për fat keq nuk për jemi. fat keq. Kroacia bëri këtë gabimin që sapo ti përshkrove. Kupton që rriti çmimet etj, ulën ato. Ka rënë pak çmimet, tash këto fillon njerëzit po vënë prapë në Kroaci, po Kroacia tani po bën ca festivale, po tërheq njerëz të rinj, e ke parasysh Kroacia po vetë korrigjon. Nuk jemi atje fare ne. Sepse nuk bën sens si një gjë tek ne. Do të thonë, gjë ndryshime që ndodhen në Kroaci, që ndryshime të lidhura drejt për drejt, ndryshime nga puna në euro, ishte ndryshime nga fluksi i madh që britanikët e prishin që gjithkohë Po, tregun. cilësia gjëra lekët e Para se të kalojmë te kjo analiza, unë dua të përmendja diçka që për të përmbushur gjithë pikturën është e vlefshme për t'u thënë gjatë gjithë kohës. Problemi i madh i tregut shqiptar në fakt janë shqiptarët vetë. Po. Në qoftë se ti si individ ke dëshirë me pak mund, normalisht, nuk ka është më e vështirë se sa normalisht, por në qoftë se prap je i vendosur ti kundërvihesh këtij makabriteti, këtij kriminaliteti, edhe pse duket shumë jo reale, ka shumë vende, edhe në jug, edhe në mes, edhe në veri, ku ti mund të bësh pushime pa paguar. Problemi është që mënyra jonë agresive konsumatore, ne i bëjmë pushimet akoma për tjetrin apo. Ne i bëjmë pushimet për të publikuar në Instagram, ne i bëjmë pushimet për të mbledhur me ata. Kalon problem tjetër pastaj që ky po e them për përmbushje këtë se duhet të dalë diku me këtë pjesë. Edhe kjo është një pjesë e madhe. Ka goxha plazhe të vegjël në për jug, ku as atyre që janë të babzitur për lek nuk u intereson dot më, se thjesht rruga për të vajtur atje është më e madhe etj. Po pra, atë personi që është në stadin ekonomik, domethënë që do të bëjë pushime sa më të lira të mundshme dhe gjithsesi do merrte gjëra me vete, çfarë do të vesh atje, ku mund të vesh te ky vend tjetër. Po. E kupton? Në shumicën e rasteve dhe je ti dhe 4 grupet e tjera. E ku parasysh që ke plazhin privat, po thuhet deri diku. E gjithë kjo konsumatorizmi agresiv që ne kemi, që do të dukemi, duke lidhur po se e mori ky në radhën e parë, po edhe unë radhën e parë da marr, sepse më thonë që ja ky s'ka lekë, e kupton, se da marr në sezonin mbrapa, e ke parasysh nuk shikoj detin, e ke parasysh janë
domethënë disa mesitarizma domethënë që janë fatkeqe, po që ekzistojnë, ky është realiteti, ne duhet të komplekse, sa komplekse mendore që. Patjetër. Tani, unë mendoj prandaj që të ndryshosh këtë lloj mendësie është e detyrueshme që kjo gjë të zhduket komplet. Pse e them këtë? Domethënë duke marrë shembullin e Greqisë prapë se vërtet kanë ai shumë shekuj që e bëjnë ata vllai, po në të vërtetë të themi atë që është shumë afër kultura jonë me ta atyre. Në Korfuz nuk kishte valla, asnjë që 2 kilometra mbi plazhin, një shezllong. E di ku ishin shezllongat? Ishin te kafet, edhe kafet ishin anës gurve dhe plazhi ishte literalisht 10 metra katror kishte se ishin gurët e qartë. Dhe aty kishte vënë shezllongat. Merri një kafeti, ulesh atje 3 ditë. Edhe nëse nuk ka problem, mund të kesh shezllong sepse ai që do. Ore 6 shezllonga ishin, ai kishte 50 vende brenda, kishte 6 shezllonga. E kupton? Edhe në çdo kohë të ditës, për zotin larg, që atje kanë çdo lloj kultura të ndryshme, në jug ku isha. Në mesatarisht 30 veta që janë duke konsumuar diçka, edhe vetëm gjysma domethënë 3 nga 6 shezllonga janë të zëna. Sepse nuk e ka njeriu atë idenë, se nuk ka vajtur për atë. Të zëj shezllonën apo etj. E thash unë këtë historinë diku, më thashë, po ti se ti ke vajtur atje zona ku s'vetë njerëj etj, që s'është pak e vërtetë. Paluam bëm një tur pastaj vetëm në veri ku bëhet kjo zona, ose me shumë hoteleri, all inclusive etj. Zero shezllonga apo. E kishte hotelin në Kodër vllai. Hotel gigant, mund të kishte 200-300 dhoma, kishte pishinë. Gigante dhe pishina në Kodër etj. Ama te Gjoli tek ai gjiri vogël që kishte përpall, zero shezllonga. Zero shezllonga. Mund edhe unë mund vi aty. Shoh se ti morë dy shembuj nga vende që e kanë turizmin shumë më të zhvilluar se ne, që kanë dekada. Pse është shumë e prekshme se është aty. Jo, e njohim, këtë eksperiencë tregove ti kam dhe unë e kam parë këtë gjë në Greqi edhe në vende të tjera dhe kështu është, domethënë ti mëso pak nga vende që kanë çik më shumë eksperiencë aty, që din çik më shumë. Mos e lë të babzin të marrë ideën, sepse shikoj njeriu po ta lësh, mbase njeriu mund të shkojë në shumë, mund të shkojë pa limit. Ore ne kemi çuar. Duhet një që e mban atë babzin dhe i thot prit një deri këtu ku shkon. Po ne kemi çuar shezllonga në ishujt e 3 ishujt e Samit më plak. Po. Është kriminale më plak, është idiotësi. Kaç Toke Xanun. po kaç më valla, kaç. Toke Xanun Samil. Ishin shoqet e Lusit vjet. Do të thënë, shpresoj vërtet që kënaqën shumë. Ishin bezitur jashtëzakonisht shumë nga kjo pjesa, domethënë. Edhe aty Shqipëri. Ku ishin çfarë mendin? Jo. Në disa vende, ata bredhin ja studentë vëlla, kupton, nuk duan të derdhin lekët se kanë marrë dhunë me AMG. Po janë, po. Ai do të vetë, do haj një pjesë, do haj një kështu konsumator i përditshëm vëlla, që është mënyra më e mirë. Që është mënyra më e mirë që e ka vërtetuar si Spanja, si Italia, si Greqia. Domethënë që nëse ata kanë të drejtën të zgjedhin ku ti shpenzojnë lekët, do vinë prapë. Edhe në Spanjë, dhe në Itali, dhe në Greqi vën pa fund. Edhe në Turqi vën. Po, sepse e din që kanë lirinë, unë do bëj atë që dua unë. Në Shqipëri nuk thehen më. Ishin bezdisur edhe nuk ishin bezdisur pa fund. Për fat të keq kam edhe unë dëshminë time sepse në qershor ishin dhe shefat e mi në Shqipëri. Po. Ishin dhe shefat e mi në Shqipëri edhe për fat të keq më thanë që në Shqipëri ata s'kan për të kthyer më. Shefa Gjerman? Po. Sepse ata janë mësuar me Greqinë, me Kroacinë, me Italinë. Ku ishin çfarë vënë? Po ishin, themi tek Ajka, tek Zoja Hora, tek Zoja Hora, kuptoni? Po. Okej, çdo gjë nice aty me peizazhi është fantastik. Po. Ndoshta akomodimi nuk është keq. Po ishin ndetur aty, kishin fjetur aty. Se çka kishin pasur probleme me Zoja Horën, se kisha zgjuar. Jo, puna është që tha kanë një pretendim, tha, të jashtëzakonshëm, kur cilësia që ofrojnë është shumë e dobët. Ata kishin fjetur dhe kishin ngrënë aty, thanë. Okej, tha, peizazhi është shumë i bukur, tha, natyra është e jashtëzakonshme. Po. Edhe zona aty është shumë e këndshme. Po. Por tha, atë që paguan ti për atë vend, nuk e merr atë. Nuk e meriton. Edhe sidomos në ushqim. Po, është një lloj hype ai është. Ushqimi që kemi ngrënë tha ka qenë shumë i dobët. Shumë i dobët. Po. Kemi paguar tha jashtëzakonisht shumë. Është ekstrem shumë. Edhe më thanë, sepse tha kur pastaj shkuam në Mal të Zi, po, tha kemi ngrënë peshkun më të mirë që kemi ngrënë ndonjëherë. Edhe kemi paguar më pak.
Por zohorat e këto tjera të palasat janë për këta që shkojnë për Instagram, janë Po mirë, unë them tani ora aty e mban vendin sigurie top class molla. E mban vendin sigurie me 5 yje, me 6 yje. Apo sa je? Po ti si mund të Po marrësh që për një foto për Instagram dhe ik. një pasta po ti çoj një pastë 20.000 lekë, një makaron 30. Pagova unë si isha unë, ora vjetë. Po ore çoj 30.000 lekë një makaron. Çoj 30, edhe kishe një kërkares. ore çoj 30.000 lekë, po bëma molla, bëma që të qaj duke ngrënë. Po jo, mos e bëj. Po bëjmë valla se do ta paguaj unë 30.000 lekë vetëm ta ha që të mbaj mend çfarë kam ngrënë. Shumë i shtrenjtësh. Po atë makaron e bëj dhe unë, e bëj 100 herë më të mirë. E di që kam provuar. Po. Problemi nuk është vetëm ky. Cheers. Gëzuar, herë para fare se po të kuptojmë tema të rënda, po Po se njerëzit janë buda këta kupton se njerëzit janë budallënj, nuk janë, jo, janë budallënj. Por po jo, mon njerëzit nuk janë budallënj sepse Por nuk e ti edhe shefi jot, njerëzit janë budallënj. Po mirë, dakor, është një pjesë, edhe jam kuptoj bushi se është një pjesë shumë e vogël që janë budallënj, që janë rrota pallë. Bëhet kuvendi Zor Hora ishte çdo ditë plot. Do të rezervoje. Ka që vlla, kjo sepse janë njerëzit budallënj vetë valla, unë vaj atë Zor Hora. Ne ke parasysh. Ushqimi mediokër, 30 euro pasta. Nuk është ne vajtëm luks. Para Instagram etj. Po problemi me Zor Hora nuk është tek çfarë bën. Se mund ta bëj edhe 100 edhe mund të ta dhjesi në pjatë. Mos ik. Problemi është Zor Hora edhe një 30% i këtyre lloje bizneseve janë të ndërtuara me fondacione europiane dhe shtetërore shqiptare. Zor Hora 50% të atyre që kanë ndërtuar me dinin time, të më korrigjojë dikush nëse ka është në ato, se ke pasur të plakatën që kanë poshtë atat në bashkime në bashkëpunim me Bashkimin Evropian etj. Si gjoja për të rinovuar pjesën e vjetër të vlerësuar dërmiut. Pikërisht, edhe pastaj thonë pse na i hoqën subvencionet në Europë. Ja një shembull perfekt. E kupton? Që Zor Hora për shembull mund të ishte diçka që vërtet nga 20 mund ta bënte 25 apo 30 apo 20 ta mbante të njëjtin atë, të paguash lokacionin, varilisht, okay? Po duhet të bëj sens valla, çdo lloj gjëje, se s'ka asnjë gjë tjetër atë. Kjo është problemi. Bëjmë pak publicitet. Se tani kemi dhe njerëz, kemi të afërm, që kemi edhe si thua eksperjenca vetë të mira, ëh. Unë kam eksperjenca shumë të mira. Një nga eksperiencat e mia të mira është në Lushnjë tek Beer House, që bëjnë një mish fantastik dhe kanë një birr fantastike, edhe ti ha mish fileto vici edhe birr me 25.000 lekë. Që këtu kushton 100 euro në kushdo tjetër. Del ajo që thash. Kjo është një eksperiencë shumë e mirë dhe unë i përgëzoj e provoj ata shumë sepse janë shumë të zot, kanë një shërbim fantastik, kanë një produkt lokal fantastik dhe meritojnë. Një tjetër shembull është miku im në lungomarrët e Florës, Skerdi, tek Skerdi e përshëndesim. Që bën një pastë, bën një makaron absolutisht fantastike dhe ka çmimin. Okej, është sepse është mund lungomare, ku janë që të gjithë, po nga ata të gjithë atje është nga më të mirët. Sa e ka tash na thoj sa e ka? Ore 14.000 lekë një makaron, një pastë, po një pastë me fruta deti. 14.000 lekë këtë në Golem, po. Po 14.000 lekë me fruta deti që sa të hash. Po. Kjo është. Po nga ana tjetër, është aq korrekt dhe është aq koherent me gjërat, sa që thot, unë disa produkte nuk i fus. Sepse unë ndoshta ndonjëherë apo bëjnë një kështu, si thua, në kërkesë ke qofte gafore, kupton se është bër hype, qofte gafore. Më ma shpifi fare. Po një sekond, qofte te gafore. Nëse qofte te gafore, se ajo gafore s'ka asnjë gjë. Thonë ka vetëm atë kelën. Por e vërteta është që ai me fjalë është aq koherent sa që më thotë, "Mo shiko, unë nuk e përdor këtë produktin sepse nuk më pëlqen, nuk është cilësor. Unë bëj këtë gjë që e bëj vet." Bëj qofte peshku, po, bëj qofte peshku, edhe kushton 7.000 lekë racioni, po është çat hash. Kështu që edhe këta njerëz duan promovuar. Po nuk i bën dot o zemra ime, këtu do të dali vllai tash, se kjo është prandaj un gjithmonë mundohem ta sjell gjithmonë të përgjegjësia personale. I me më dhe i madh kanë një eksperiencë me. Edhe madje më e çuditshme. Babi dhe mami po bëjnë 2 muaj. Kur filloi sezoni, afërsisht. Pleqëri e morën Toyota Yaris. Edhe ta gëzoj një. Jo më morën makinën ikën në Ta kishin pas. Divjak. Kishin pas makinë. Ikën në Divjak, çifti vjetër,
E kupton? Po ja afrohet pleqëria dita ditës. Varet në ta gjetëm me i vend ja kishte thënë dikush. Po. Hëngër, pin, domethënë, edhe ka shpenzuar një 27.000 lekë. 2 veta. Me të ngrënë, me një bira, 2 bira secili. Domethënë. Ka ndryshe Sa duash ka. nga gjëja që ishte nga Barcelona, për shembull, vllai, po ta vije re ti ishin ato që dukeshin nga jashtë, më zgëqe kishin radhën motra. E kupton? Ato që ishin fancy kishte këm njeriu. Këm njeriu s'kishte. Ato që ishin vende të vogla, vllai, dhe turistat ato vinin te vende të vogla, ku vinte ai vetë morën tapas ato sa ishin 3-4 euro, domethënë që i merret disa kështu bam bam ku bën sen ishte, o vllai, pritëm gjysmë orë. Tash me 3.000 lekë, 4.000 lekë. E ke parasysh? Nuk e di Më për misë ty, të po, ato mesore, e ke parasysh? Ideja është që nuk ka, e ka fajin individi, prandaj themi që ne nuk duhet të edhe flasim ne shtetit. japim zemër aty, japim. Pikërisht. Ne nuk duhet të flasim shtetit, themi që pse s'na bëri dirama. Mos më plas travi fare për dirama, jo më është individi. Mund ta flas me ti mat, me vllajën tim e të tjerë, mos i të kjo, mos bëhet tek ajo, sepse kërkesa, siç e folëm përpara se të fillonin podcastin për një temë tjetër, kërkesa e dirigjon gjithë tregun valla. Po nëse njerëzit thonë që valla ma çave trap nuk duan tash të më bësh ti mua të më bësh një borzilok te vezat, ma bësh 50.000 lekë për mëngjes. Po valla unë do ta has duhet të ikë të lajm në det, do të kem çik energji për mëngjes. Apo jo, më është kështu. U zgjova ti. Po, pikërisht. E zëm një gjerman, Do bëj foto për Instagram. Do valla në 6 të mëngjesit valla. Do në orën 7 ta mëngjes ai do të jetë në 8 atje sepse deri në 10, pastaj është shumë vapra. Po, pikërisht. Kjo është. 50.000 lekë për një omlet. Tall trapin ti. Për çfarë? Nuk e di, por restorantin më të mirë në Vlorë ku kam shkuar, kam shkuar 2-3 herë. Qellova që kam njohur një, e kam gjetë në radhë të 2 të lungomare, jo në radhë të parë. Mbase mund të jetë ky në radhë të parë, po se kam provuar këtë. Jo, nëse ka. Po në radhë të dytë kam gjetë një super restorant peshku, fantastik Emri? do ta gjej, do ta gjej atë të rregoj. Do thot vllai një gjë. Po në radhë të dytë, domethënë një kështu e vogël si do Bleoni në Barcelonë, një gjë e vogël, e pa pretendime, pa asnjë investim kështu të çuditshëm, domethënë. Zëra vllai, Ai kjo ishte është problemi. Unë mendoj që nga ana, unë jam inlander vlla. Unë s'kam det afër. Unë kam një cop lumi. Për mua, si Bleon, është e papranueshme që të unë të shkoj në Vlorë dhe ta ha keq. Peshk, po flas. Po pres na. Për shembull, kjo nuk duhet të ekzistojë fare valla. Sepse nëse tregu është vërtet i lirë dhe tregu i lirë funksionon, të gjitha që gatonin keq do të ishin zbythur valla. E kupton? Po njerëzit janë ignorancë, ai ble koltuqe, vën një shisha aty, bën ca drita kështu. O, do vemi nëse spektakël, do është vibe. Sa çamudi është. Të shet makaron me karkaleca argjentine, që vin nga pikërisht. Argjentina bie këtu, ishte 12 Argjentinë, kishte. Ai kush e di nga vjen karkalecit. Somales. Ti është karkalec apo jo? Në jetën e tij të mëparshme mund të ketë qenë thjesht karkalec toke. Për mos zgjatër shumë pastaj do të kalojmë në pjesa e tretë. Unë do të, siç e juve dini, por që s'kemi mbledhur që atëre bashkë përsëri. Po. Në mars prillun isha në Tajland. Po, çfarë? Tjetër botë. Tashi, Si u duka me çfarë bëja me? o vlla, po pse duhet ta lidh me këtë, domethënë sepse unë çdo vend që shikoj, domethënë kudo që kam qenë, që gjithkohës domethënë edhe kur mundohem të afik truri nuk e fik dot, gjithmonë mundohem që çfarë mund të bëjmë ne. Çfarë mund të mësojmë ne nga? Mendon? Në Tajland. Ne nga Tajlanda domethënë, Lady Boysat. po. Por, strakfulla. Po. Këtu largohemi nga para. Jo, ideja është që kemi jashtëzakonisht shumë për të mësuar në Tajlanda, që është në fakt e trisht. Tajlanda është një vend I veçantë. me histori më të ngucur se sa Shqipëria, me liri shumë më pak se sa ka pasur Shqipëria dhe shqiptarët. Po kanë dekada në turizëm, mos haro. Kanë dekada në turizëm. Dekada që- Duan të dalë në një vend. Po. Sa ka Tajlanda tamam, që ka qenë si jam 100 e ca kusuri vite. Pak a shumë sa Shqipëria, që është dhe kolosale shumë e madhe. Një gjë që më bëri përshtypje mua që është më e mirë se sa çdo vend i Europës, jo vetëm Shqipëria. Po. Do të them të si cigare. Publicitet. Me lyua presin. O vlla. Në çdo lloj momenti që ti e duke kaluar kohën tënde në çdo lloj vendi të Tajlandës, ti nuk
ndihesh keq. Sepse ajo kulturë që mbase për ata është toksike dhe mbase nuk është shumë e shëndetshme, ti gjithmonë përballesh me një rruzëqeshje. Ata taksixhinët janë duke pasur ditën më mizerabël të tyre, mbase gruaja ka një 4 muaj se ka lënë vëlla, të gjonë në teraton etj. Po gjithsesi ai të thotë mëngjes me brëma duke të buzëqeshur dhe fytyra ti ndihesh jashtëzakonisht shumë i Ka vlerësuar. shërbimi. E kupton? Kurse në Shqipëri ai vllai ka rrogën në Vlorë atje ku vajtën e vjet që më thash më doj që thash më dojnë na unë, e kupton që ishte spektakël fare plot me njerëz të gjithë happy të qeshur, edhe vinte vlla të bërtiste. Ore vlla se do vije. Po do vije re tani, po si do vije. Ka gjenetika e lonjave, nuk ka çfarë të bëj. Shumë dot. S'mund qeshja ai. Ishte Nuk mund të qeshja ai. Ai ka kështu atë fytyrën e mërzitur. Çfarë se ndryshon dot. vajtëm vlla në një gradacel. Nëse unë kam qef gjithmonë të provoj minimumi këto gjëra që janë kështu, absurdizëm. Rooftop, to që janë dekadencë në syrin tim, të paktën. Kam qef të provoj. Vajt ne ishte 6.000 bap, sa bie, 30 euro koktejli etj. O vlla, koktejli më i mirë në jetën time, më rrov shtëpie, ore spektakël, valla, nuancat ishin gjithë aty, jo vetëm ajo. Ishim ne diku në fillim në 10 veta ishin 8 kamariere. Po 30 euro. Erdhi për zotin lart, o dëgjoj. Justifikonte, do mos shërbimi justifikonte. Jo vetëm e justifikonte vllai, po tash ata vetëm ma merrin gojë mua tash me ndër muhabeti se tani tjetër gjë. Mos e kam bërë, se dimë çka kam bërë, se tani nga Tajlanda, ka shumë sa e kënaqur ti se. Tajzoj buçi. Ai po buçi. Shiko, ideja është që thjesht dallimi i eksperiencës, domethënë se vetë edhe këtu në Monkey Bar për shembull bën 20 euro koktejli, po do të presësh dhe gjysmore radh derisa të vijë. Nesa do 30 euro atje vllai, bile erdhi banaketi, doli nga banaku vet. Dhe na mori në pyetje Allah. Si e doni, qysh e doni? Ma ky vllai ishte, nuk e di, si biçim arabi duke kështu domethënë, duke që punonte ishte një barman, domethënë një ngritur në emër që e kishin marrë ta kështu. Me që kemi si jeni, si po ja kaloni, si u duket koktejli, ç'a ju pëlqen te koktejli, ç'a si u pëlqen koktejli, ç'a doni tjetër, e kupton? Edhe aty nuk kishte vllai jo kështu që ç'a do marrësh vllai. E vërtetë jo. Ç'a të Shpejt po desha vlla se e kam me të shpejt. Po flasim një barman për gjithë rrugtopin. Nisha aty tek ne. Po tash te lusi. Personalisht i merrte. Ore ky vinte çdo gjysore dilte fliste. Ishte kërkoi çmimin ai, kupton? Ai më ja bëni smetin, ja bëni smetin me thellë se kaq. Shkoj ç'a erdhi aty te tavolina, valla, pyeti ç'a pëlqen, tash mua më pëlqen shumë kjo nuanca, thash, i kishin ca kështu. Erdha që i vënë ata. Domethënë ishte shumë pa shumë e holl për mua, tash unë dua pak më të fortë. Tha kam 1 2 3. Tha kam ashash. Ose mund të bëj dhe diçka tjetër, tha, më shumë nga vjen ti, thash unë. Ndaj nga vi unë thash unë i pi andej, dua të provoj diçka këtu, po dua të jetë pak më e thjeshtë. Tha, është kjo. A vjen rregull? Thash, okay, hiqi atë spicin, edhe jemi rregull. Po e bëri vllai, nuk e bëri tot ai, jo po se siç e bën këtu që jo po është krijimi im, e di unë si e bëj, po desh e pi, po desh mos e pi. Jo vllai. Ti kështu e do. Klienti është mbret. Çalli ke ti valla. Ta bëj unë. Sa lusi dua një kështu. Këto janë, domethënë se nuk po gra. Ne nuk e din ç'a duan. Ja nxiu jetën atë një 7 minuta aty tash unë lusi. Edhe ai shketi dha ç'a pijesh pëlqen tha 1 2 3 tha. Okej tha. Të pëlqen më shumë kjo apo kjo? Kjo tha. Do të bëjmë diçka. Kaloi ai në primal mode një moment. Zori me non. I buri diçka ishte spektakël valla. Spektakël valla, për zotin. Ato gocat. Çoheshin në këngë vjen në banjë valla. Mund të shoqëroj të në banjë. Tani doli. Tash i bën ato. Tani doli e vërtet. 30 euro ka shkuar. Majo, vllai, pastaj ishin flia dhe brenda. Po. Nga një po kishte 2. Domethënë, kjo më pëlqen mua në Tajlandë se ishin të shumë larmishme. Kishte kjo gjë, ishte perverse goxha. Pra ishte edhe shtrenda dhe e lira dhe Për buxhetin tim kjo ishte goxha perverse, po kishte edhe një rast tjetër për shembull, që ishte një vend kështu që vinte erë që ne nuk e mbaruam që nga ngrënë domethënë se thjesht ishte shumë prandaj nuk do të dëgjoj gjithmonë TikTok-un, e kupton? Se duhet literalisht asdësh hundën për ne si europianë. Edhe ata mendojnë që ne vim erë. By the way, tajlandezët mendojnë që ne vim erë. Sta dini kur të vini në Tajlandë. Era Borzilov. Little do they know, ne mendojmë ndonjë gjë. Ideja ishte domethënë që në Tajland, edhe në Bangkok, edhe në këto vende të tjera, në qoftë se nuk ai kishe pordhën e fasules mbaroi punë si njeri vllai im. Kupton?
Nuk kishte kështu leshi presh atje, nuk kishte taksi sa të vej, kështu me kishte një ca aplikacione si Uberi ata e kishte fikse. Po ta merre kështu do të negociojë që në fillim, normalisht, si në 90-të në Shqipëri. Po prapë delte kështu. Po të kishe luksin që ishin dy taksixhi bashkë me njëri tjetrin, madje ja ulje poshtë domethënë, më poshtë tregut edhe dilje mirë fare. Po kishte diçka për të gjithë. Mikpritja e tyre. Domethënë, edhe theksoj që mua nuk më intereson si turist, nëse ata e kanë pasur me të vërtetë apo e kanë pasur të luajtur, kjo nuk ka rëndësi fare. Ishte spektakolar. Ishte spektakël. Gjatë gjithë kohës, gjëja më e bukur që gjëja më idiote, po është më e bukur ashtu. Ne blejmë një bilet për të parë pallatin mbretëror në Bangkok. Kjo bileta që ne blejmë, që ishte 35 euro për personin, ishte all inclusive. Ne thoshte do marrim dhe çojmë për te pallati mbretëror. Gjëja që dinim ne ishte na mori. Kjo na çoi në rrugët e vjetra ku ka qenë ambasada e parë, domethënë ku ka qenë rruga e parë në Bangkok. Literalisht rruga e parë për të kaluar makina. Na çoi tek porti, i hipëm në anije, vajtëm te një market lulesh. Pam ato, bëm historinë e atyre të marketit lule, nga marketi lule vajtëm te lagja e vjetër, nga lagja e vjetër ikëm këm atje. Pas 2 orësh filloi ajo për çfarë kishim bler biletën. Mbasi këtë bëm këtë çka kishim bler biletën gjithë pallatin mbretëror, domethënë, çka ishte mbështeti. Se ti që është edhe që të vërtet është krenar, edhe pse kanë historinë e shkurtër dhe të vuajtur e tjerë, prapë është krenar për atë që ka dhe Flasim për Tajlandën, nuk flasim për që të bëhet dallimi. Patjetër. Biletën për pallatin mbretëror automatikisht inkluzive bileta ishte një shfaqje teatrale të një nga epikave të krijimit të njerëzimit siç e njohin tajlandezët, e kupton me të mitologjisë tajlandeze. Të mitologjisë tajlandeze. All inclusive me transport falas. Ishte ti doje zje, sa dile nga pallati mbretëror të priste një kuçe, kështu një vagona të tërhequra. Po se kuçk. Me kuçe, si thon, karrocë. Një karrocë. Karrocë e vogël. Një karrocë e vogël që të trishet të çonte deri tek teatri. Mbushje teatri atje vëlla, fillonte shfaqja, çdo gjë live, jo me ekrane me gjëra. Aktor që performonin live. Anglisht apo ishte në gjuhën e tyre? Ishte vepër teatrale, pa folur fare, kupton. As kishte siç janë këto mitologjizmave që thjesht me aksione dhe mimika etj. Ala Charlie Chaplin kështu. Edhe ti merjen në një mënyrë të induktuar një nga mitet më kryesore që tajlandezët e besojnë sot kësaj dite. Çfarë e ndalon Bashkinë e Tiranës të bëjë një njëjtën gjë për një pjesë teatrale, ku dëgjon, të Skënderbeut apo të Ismail Qemalit për që gjatë 50 euro. E kupton që kjo ishte 35 euro, që kjo kishte vlerën 100 euro për çmimet europiane, pa frikë që bëmë ne, për mos të më shumë, po gjithsesi, se ishte domethënë edhe me nga hoteli dhe çonën atje, por mos më morë to pastaj ishte bartar dhe fare, domethënë ne kemi momentin e fundit vetëm to ishin të lira. Por jemi shumë si profesor. Me të vërtetë o zemra ime e kuptoje ti arije edhe çfarë lloj gjë të mendosh ti për Tajlandën dhe për tajlandezët, arije të kuptoje një pjesë të kulturës së tyre, domethënë të jepje goxha pesh, domethënë që vërtet shife se sa ata janë munduar, që është një staf aktorësh që paguhet 10 orë çdo ditë, 7 ditë javës në gjatë ato ditë që kanë ata, përveç ditët e mbretërit e këto që i kanë pushimet e tjera. Një guid të bërë në Tiranë për të vajtur vetëm në blok, vllai kushton 30.000 lekë, apo 40.000 lekë. Domethënë që është një guid që zgjat më shumë se 20 minuta. Është absurde vllai, nuk i duan njeriu ata, sidomos që ke 15 veta nga 30 euro, do të ndonjë çfarë basardizmi. Guidat janë falas në shumicën e vendeve europiane që kam shkuar unë. Ke guida falas. Ti pastaj mund të japësh vetëm bakshish një 5 euro apo një kështu. Nuk ka nevojë pse paguan guidën. Guida në Tiranë nuk e di, nëse kam bërë ndonjëherë, por që po tani shumë të po thuati se ti po jep shembull shumë të mirë për treguar që dhe me këtë fundit tregon që nuk është thjesht gjë Europe, dhe jo Europe. Është thjesht vende që kanë turizmin dhe e njohin turizmin çfarë është, që nuk është gjë e vogël, nuk është shakadmë, nuk është që janë pak më larg pamës se sa ne molla, se ne. Nuk është lojë, domethënë. Po turizmi në vetë është shumë kompleks, është gjë domethënë serioze që ta njohësh ta turizmin. Dhe një vend si joni që nuk e njeh turizmin, dhe është thjesht qesharak në aspektin e turizmit. Po bëhet qesharak sepse e di ku bëhet qesharak.
Po, domethënë me këto shembuj që ta buçi është fiks kjo gjë. Domethënë që nuk ka nevojë, Po, pra. nuk e pse duhet të jesh Spanja apo Italia apo që të kesh E kulturë. diku sepse për ta mbyllur pak këtë është Po. që tani kanë filluar vloget dhe videot në YouTube ku thonë që Shqipëria nuk është më e njëjta. Shqipëria ka ndryshuar. Më thënë po fillojnë vloget negativ tani për Shqipërinë. Po normalisht valla sepse Ose s'janë më çfarë njerëz. jella atë do korrësh. Kupton? Kjo është, i kam parë unë, më kam bërë përshtypje dhe i kam parë unë një 2-3 vloge të italiana apo ku ta di unë që thonë që Shqipëria nuk është më e njëjta. Do të tregoj ca kuriozitete për këtë se nuk e di. Keni qenë ju vend të? Ti ke qenë në Tajland? Po ti? Do të tregoj disa gjëra të bukura që për mua më dukeshin interesante, po do ta përmbyllim me këtë për sa i përket debatit që po bënim. Ideja është domethënë që kishte probleme në Tajland, për shembull, një gjë që unë se prisja asnjë nga veten time, për shembull, unë ndjeva pak keq me të se sa plastik prodhonin ato. Ata e çonin për kosha ku duhet, nuk diskutohet, domethënë, po prapë mënyra se si prodhonim e prisje ti nga unë, që të mendoja diçka domethënë për metalizmin, jo. As unë se prisja nga vetja, por kur e pash diçka të tillë, është çështje common sense. ishte common sense domethënë, prandaj them unë gjithmonë që njerëzit kur janë ballafaquar në dy zgjedhje, domethënë do zgjedhin gjithmonë më të mirën, nëse janë të dyja me të njëjtën konsekvente. Edhe shiko, vendi ishte perallor plak, nuk kemi në asnjë vend që krahason me Tajlandën dhe kjo nuk ka asnjë vend në Europë që krahason. Domethënë bukuria që kanë këto vendet ekuatoriale, domethënë është i kalon çdo lloj, domethënë o vlla, kur bëra atë që futesh me syze kështu brenda, domethënë që nuk futesh thellë, po vetëm sipër, domethënë snorkeling. David Attenborough, National Geographic, domethënë shikoj aty ishte çmendurim valla. Ato kushton 15 euro. Gjiro me varg gjithë ditën vllai. Në Phi Island, nga ishull me gjitha të tjera me ndalesa e au iu. E kupton? Ishte perfekte valla. E ishte gjë që nuk e di se të ta përshkruaj, domethënë ata they fucking nailed it. Ata duhet të përmirësohen pak nga ana për veten e tyre, jo për ne. Për ne ishte çështje perfekte, por veten e tyre për të arritur sa balanca shoqërore duhet të përmirësohen, si shumë njerëz që hanin bretkoza buz rrugë etj. Në për grila etj. Po këto janë edhe ndryshime kulturore që ne mbase nuk e kuptojmë, domethënë, kështu që nuk dua të gjykoj. Street foodi po thua ato gjë. Ishte pak çmenduri. Domethënë, ishte duket edhe influenca angleze jashtëzakonisht shumë. Që është Majorka kështu balarman aty në rrugët, domethënë që ishte kështu vetëm shumë muzikë, lako ishin 30 klub me njëri tjetrin, domethënë bastardim kështu Zodom nga Gomorra. I ke në çdo vend ato një lloj kështu, një lloj kishte në reperbani këto gjë. Sidomos në Tajland, domethënë që njihet për atë punë, ishte goxha absurde gjëja, domethënë bile tani me partneren e krah çdo 15 sekonda në rrugë na thoshte që do të shkojmë një show ping pong. If you know what I mean. Shiqyr që kishe partnere, shiqyr që kishe. Mirë për ty. Ke shpëtuar. Se kështu që historisht do dëgjoni sot. Tamam, çfarë ishte në dëgjoni. Shiko. Gjëja më e bukur që si puna ti ta. So when my friend came out, he said, "He's a boy." Tajlanda është vend shumë i bukur, përveç unë ja sugjeroj gjithë secili që ka një buxhet. Nëse ti ke vendosur të bësh pushime në jug, unë ju sugjeroj vërtet të presësh edhe 6 muaj më shumë të bësh disa lekë për biletën. Edhe do bësh 7-8 fish më shumë eksperjenca se sa në jug, në Tajland me 10 lekë. Se jugu nuk ishin më i lirë valla, se unë një javë hallxova 1200 euro. Në Tajland kushton vetëm fluturimi, Sa po thot vllai, kupton? Gjërat aty, është fluturimi është shtrenca është larg. 700-800 euro, 1000 euro varet sa shkon. Pikërisht. Shkon, shiko, po ta bësh më shumë se sa 6 muaj. Nëse bën më shumë se sa 6 muaj përpara, mund ta mbyllësh më pak se sa 1000 euro vajtja ardh. Domethënë që është shumë goxha e mirë. Ka njerëz që bënë me 600, nëse ka edhe okazion edhe jashtë sezonit, është edhe sezoni. Sa aty kanë monsonë kanë. Biletat tash në Shqipëri janë 800 euro, domethënë me vizerin, 800 euro minimumi. Aq janë. 300 euro. Pa valixhe. Vojta kuriozitete se nuk duhet të bëjmë, nuk të harrojmë të bëjmë pjesën e tretë pastaj për temat e vështira, se donin të bëjmë vështira në fillim, po na mori muhabet. Si të vej. Kuriozitete për Tajlandën. Tajlanda ishte një vend që njerëzit adhuronin motorat si në Greqi, por i përdorin makina vllai si në Gjermani. Çfarë kuptimi? Makina valla, kudo. Çdo njeri lëvizte me makina, gjithë ata që kishin mundësinë lëvizin me makina valla. Nuk e kursenin. Ja arsysh. Toyota ishte king, ishte Mercedesi tajlandez.
Kështu se Mercedesi është për ne në Shqipëri, ishte në Tajland ishte në Toyota. Gjëja më fascinating, plako, ishte spektakolare fare, është një diçka kulturore që ta kanë. Statusi i simbolit të pasurisë, që të dukja, nuk është makina që ke, Por? disja e makinës. Ishte një nga industrit dhe tregjet replika dhe black market më të mëdha në gjithë Tajlandën, ishte vetëm industria e disjeve. Duke nga kultura japoneze, është ato kemi bërë në Fast and Furious e Need for Speed ka qenë periudha e artë e automobilizimit japonez, domethënë me disje etj, se ata kanë qenë shumë fanatik për sa i përket modifikimit të makinave. Po. Tuning. Në Tajland, vllai do shikoje kështu Toyota Yaris apo Auris, makina ishte për i bret, po disjet ishin. Po vllai, disjet kështu pimp mobil. E kupton, dukeshin më shumë bënin disje se sa makina. Një nga ata xhaxha që pyetja, domethënë tha që shifve tha se këto disjet ta vërtet në treg real tha bëjmë më shumë se makina, po këto janë replika. Që edhe prap kushtojnë goxha shumë, po nuk kushtojnë ai shumë sa kushtojnë ata disjet e vërtet tha. Edhe ky është statusi i simbolit. Status simbol. Siç ka qenë status simboli, nuk e di në vitet 90, po e keni kap ju, ka qenë Kapus ka me qenë- maj. ka qenë vetëm në Shqipëri apo ka qenë edhe në Greqi, Bicikletë. kryesisht në Greqi kjo gjë që makinat më status simboli ishte kasetofoni. Po. Nuk ishte makina, Po, vërtet. po ke pas shumë makina të vjetra, domethënë mbaruara, po kasetofoni ishte Kishte edhe vnifer me Po, me një Alpine me kështu që me disë. drita, me Patjetër. Ka qenë tjetër që po para se të vinte kastefori te makina ka qenë Radio Iliria Po, akoma kur ishte edhe nuk viteshin makinat. me radion në dorë. Nuk videshin makinat, thyeshin xhamin dhe videshin kasetofoni. Patjetër. Vërtet. Në Shqipëri ka qenë epidemike kjo. Mua kjo më bëri jashtëzakonisht shumë për të bjerë. Ishte një gjë domethënë që vërtet nuk kuptoja. Është një gjë që duhet bërë para praktikisht për t'i dhënë një tip guide. Është shumë lagështi. Domethënë nuk është aq nxehtësa është tash. Tani në Shqipëri është 41, kur vajtëm ne në mars, në prill ishte 30 vlla. Po duket si 6000. Fase është lagështia jashtëzakonisht shumë e madhe. E ke parasysh edhe është ndryshe. Është lagështi që të ngjitet në lëkurë, Të ngjitet në lëkurë, nuk je komfort për shembull për ne, kupton se mos për ata që kanë probleme me frymëmarrjen astmatik, domethënë është goxha e lodhshme. Çfarë? Për mua s'ishte nuk ishte problem fare të ecja në diell, se jam mësuar berati vllai gur. Diell ecën gjithë kohës. Lagështia. Por lagështia të mundonte të lodhe shumë valla. E kupton se ti kaloje sidomos kur nuk ishe në det, por kur ishe brenda në qytet ti aktivisht merrje frym. Nuk ishte më gjë pasive valla. Në çfarë periudhë ishe ti, çfarë muaj? Fund marsi, fillim prilli, pashka. Po është gjithmonë ashtu apo mos është vetëm ajo periudha më duket? Ajo është që kanë të shira. e lagësh se sa të tjera domethënë, po ata 3 sezone kanë, nuk kanë 4 siç kemi ne 3 stin kanë. Edhe thaj që vërtet sa kjo është më e lagësht, tha, po jo se ndryshojnë shumë nga të tjera, se kanë gjithmonë europianë domethënë që po se është shumë se janë dhe të tjerë Po, kanë periudhat e shirave me sole, po nuk është ndryshimi shumë i madh. Është po ishte perl, do të thënë deti kishte një gjë në fakt që në fillim më pëlqeu pafund, në fundin nuk më pëlqeu. Aty ja tregova Deti. pash Se pëlqeu. Jo, si det, si gjë ishte fantastike, vëlla, ishte shumë e bukur, ishte perl, vëlla, ishte bardhë, e rëndë, ishte pasërti që nuk krahasoj me asnjë që Po çfarë pëlqeu? temperatura e ujit, vëlla. Shumë i ftohtë, I ngrohtë, vëlla, shumë i ngrohtë. shumë i ngrohtë. Shumë i ngrohtë ujit. Edhe ne kur ishim në Himare në Po çka ka qenë Mos e Himar? kira ajo. Po jo, Me Himar pënë Himar. ke burime poshtoksore ti prandaj, në poshtoksore. Himar kur ishim ne ande nga pjesa fundore e Himarës kishim një burim që vinte nga mali e drejt direkt në det, domethënë aty uji ishte brizg vëlla. Po. Kupton, edhe ne kishim çi problem kur futeshim. Mbas 7-8 ditëve në Tajland vëlla, të vinte një çik për ujë të ftohtë. Me thënë, Do të thënë ishte më ngrohtë se ç'duhet po. nuk ishte më i ngrohtë si duhej, po Të freskonte. nuk të freskonte pra. Nuk të freskonte ashtu siç do doje ti të freskohesh. E ke parasysh se atë ka lezetin ajo Shqipëria, domethënë që vërtet është i ftohtë, vërtet të dridhen leqet kur futesh në fillim Me që domethënë. ka dhe atë lezetin e vet se kur është ajo vapa 40 gradë Edhe për ta mbyllur që të kalojmë te pjesa tjetër, kthehemi në Berlin. Kur kthehemi në Berlin e koha ishte përmedjata 17 gradë për jashtë. E kuptova sa keq ishte ajri atje.
O vlla, ishte magjike se sa oksigjen thithje me një frymarrje. Në momentin për zotin lart, nëse të gënjej, sepse vjen andej. në momentin që ne zbritëm në Berlin, Stërvita më shkrit me gjën. nuk ma kishte marrë mendja që do më mungonte Berlini ai shumë. Ka zbritur në Berlin, plako që edhe kur vajtëm në Shqipëri sa u hap koha, ajri pastër, spektakël. Ore merrje frym, dukesh se si po bishte kështu 6 kg oksigjen Po domo. po, aty është diferenca nga lagështira, gjithë ti, po edhe kur vjen nga Tirana, në Berlin prapë mua më duket që është ajri shumë i pastër. Për shkak të pluhurit, Po Tirana si ka smogut. Është shumë smog Tirana. është mërsisht e ndodhur. Edhe kur e mendon për shembull si metropol që është Berlin, 3.7 milion banor, e ka ajrin shumë të mirë për sasinë, për flasin për madhsinë që ka. Po është bukur e Berlinit, që është shumë i gjelbër dhe është Është si për kaq i madh, sa zakonisht shumë i gjatë. Të mos aty ku jetoj unë, domethënë është gjithmonë. Po edhe këtu më ka helumi këtu edhe këtu e ke. Ta mbyllim të pjesën të kalon episodin tjetër pastaj. Po po. Ne mbyllim me. Buqim në bu, CH, CHI, bu, CHI, podcast.